Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Thot në të vërtetë është një derë për dyrat e xhennetit e cila është domethënë ar-rayyan, quhet ar-rayyan. Yuqalu yawm al-qiyamah. Ju thot në ditën e gjykimit, ndër një zall për kësaj dere në ditën e gjykimit një thërs ejnë as-saimun, ku janë ata që kanë agjeru. Pastaj fejekumune la yadkhulu minhu ahadun, ngritën hinë domethënë në këtë xhennet dhe askush tjetër nuk do të hinë për këtyre ghayruhum, askush tjetër përveç se agjeruesi. Fe idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. E kur të hinë në këtë xhennet, domethënë mbyllet kjo derë e xhennetit dhe nuk ken askush tjetër. Prej dobive këtij hadithi të fitojmë këta. Xheneti domethënë pas ka dyrë. Xheneti pas ka dyrë. Prej dyrat e xhennetit ka edhe është quajtur derë e xhennetit ar-Rayyan. Dobia e dytë është që emri i këtij xheneti ar-Rayyan, pse është thënë emri i këtij xhennetit ar-Rayyan? Është thënë emri i këtij xheneti ar-Rayyan që i shuk etjet e njerëzve. Në dynja kemi pat etje për agjerim, për pije domethënë, kemi agjeru. Të njëjtin gjë në ditën e gjykimit do të thirrës për kësaj dere që është quajtur ar-Rayyan, për shka me ta shuk ty etjen. Dobia e tretë e këtij hadithit është nderim për agjeruesit, nderim i veçantë për agjeruesit me thirrje. Ku janë ata që kanë agjeruar? Të dyert e xhenetit janë, mirë po nuk ka thirrje, ndërsa për agjeruesin është nderim, thirrje veçantë ku janë ata që kanë agjeruar. Dobia e katërt e vëllezër është ky xhenet është i veçantë për agjeruesin. Nuk ka rrugës në aton për me hinë në xhenet, në këtë xhenet ar-Rayyan, nuk ka kallallak, zahme, nuk ka kallallak, vetëm që kanë agjeruar. Xhenetet tjera do të shtyhen, do të ngajnë, do të veprojnë, do të bëjnë gjithçka. Ama xhenetin ar-Rayyan të agjeruesve zotni, nuk ka kallallak. A thonë i pas në rrugë shumë e lehtë për me hinë në xhenet dhe kjo është e veçantë vetëm për agjeruesin. Dobia e pestë e vëllezër është rëndësia e agjeruesve, kujdesja e veçantë e agjeruesve derisa domosht shikoje se çysh është nderimi jot. A shumë që kujdesen për agjeruesit, a shumë që kanë rëndësi për agjeruesit, kur të mshehet dyert e kësaj xhenetit, këshyri me lejkët, a jeni krejt? A jeni këto pare? Po, sheli dyert, s'ka ma. Ma kujdes agjer. Ti ju kujdes për agjerimin, Allah kujdesën për ty. A janë krejt që kanë një xhenet? Po, mshele ma këtë derë. Subhanallah. E fundit të vëllezër, dobia e fundit që e thamë është kjo më e madhe. Ti si agjerues nuk është askush si ti. Allah akbar. I veçantë jetë tek Allahu azza xal. I dalluar jetë tek Allahu azza xal. Me pozitë dhe me vlerë tek Allahu je i dalluar. Që vëllezër e marrni këtë hadith, i japni vetit vlerë dhe pozitë që na jemi duke agjeru muajin e Ramazanit, kështu që kemi vlerë dhe pozitë tek Allahu azza xal. Allahu azza na bëj pyetëve ja Rabbil Alamin, Zoti na bëj pyetëve që në ditën e gjykimit na më thirr pe kësaj dere ar-Rayyan. Allah zna wa bihtava ya Rabbil Alamin.